Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari pritet që do dorëzojë dorëheqjen e tij nga ky post pasi partia e tij vendosi që të braktisë qeverinë. Taravari ka konfirmuar vetë se do të dorëzojë dorëheqjen e tij, ndërsa pret që të njëjtën gjë ta bëjnë edhe kuadrot e tjerë të kësaj partie që kanë funksione publike. Kryeparlamentari Afrim Gashi ka sqaruar sot procedurat për shkarkimin dhe më pas zgjedhjen e një ministri të ri. Znači nemamo nikakva informacija ili najava se. Deri më tani nuk kemi informat apo paralajmërime. Në momentin kur do të kemi dorëheqjen e ndërzuar në formë të shkruar, atëherë siç është e paraparë me rregullore, do të presim propozim nga kryeministri për konstatimin e dorëheqjes dhe më pas fillojmë procedurën për zgjedhjen e ministrit të ri. Tani për tani mbetet e paqartë nëse zëvendës kryeministri për qeverisje të mirë Arben Fetaj do të jap dorëheqje, i cili ende nuk ka dhënë një qëndrim konkret në lidhje me këtë, ndërsa nuk mori pjesë në mbledhjen e fundit partijake ku u mor vendimi për dalje nga qeveria. Nga ana tjetër, deputetët e Aleancës për shqiptarët edhe zyrtarisht kanë dalë nga koalicioni Vlen. Kryetari i Kuvendit Afrim Gashi sot është njoftuar zyrtarisht për ndryshimet në përbërjen dhe strukturën e udhëheqëse të grupit të deputetëve të Vlenit. Koordinatori i grupit të deputetëve të Vlenit është emëruar deputeti Bekim Çoku. Zëvendës koordinator janë deputetët Merita Kollçi Koxhaxhiku dhe Adnan Azizi. Ndërsa përbërja aktuale e grupit të deputetëve të Vlenit është si vijon: Afrim Gashi, Adnan Azizi, Bekim Çoku, Kaltrina Beqiri, Imalie Saliu, Saranda Imeri, Feride Haxhiu, Merita Kollçi Koxhaxhiku dhe Bekim Sali. Koalicioni Vlen pretendon se edhe për skaj ndarjes së partisë së Taravarit mund të priten ndryshime të tjera që do të jenë në favor të Vlenit. Përkatësisht, ministri i Punës Sociale Fatmir Limani pretendon se këtij koalicioni janë bashkangjitur disa deputet nga Fronti Evropian. Mendoj se të frontit gati 4 nëse zgaboj janë bashkangjitur shumicës parlamentare e cila përbën qeverin. Për pjesën tjetër nuk do të flas sepse vlerësimi dhe mendimi im është se deputetët e Aleancës janë më të mirë dhe më të përgatitur. Shpresoj që do t'i thirrin arsyes dhe gjithë kësaj teme që sot e diskutova dhe do të bëhen bashkë ose të qëndrojnë në formacionin e qeverisë. Frontin Evropian e përbëjnë 5 parti politike të cilet kanë 17 deputet në kuvend. Përkatësisht Bashkimi Demokratik për Integrim ka 10 deputet, Aleanca për Shqiptarët 4 deputet, si dhe Lëvizja e Turqve, Partia Demokratike Turke dhe Lëvizja Populli që kanë nga 1 deputet. Momentalisht Vleni ka mbetur me 9 deputet, me çka shumica parlamentare nuk do të ketë shumicën e badentetit, por qeveria është e bindur se do t'i sigurojë numrat edhe pas daljes së ASH-së Taravarit.